ta kanë për ne. Kjo pjesa tani është pjesa marrëdhënieve normale me ta. Më duket se kur ti vazhdon dhe kërkon vazhdimisht dhe proklamon ndihmën, ka diçka që nuk shkon, sepse ndihma edhe në aspektin e religionit nuk përmendet. Tjetër, edhe në pjesën dinjitare nuk përmendet ndihma. Do vi momenti që edhe ata na kanë ndihmuar kur shpas. Por tani nuk është një krenari e madhe ti është mik me Izraelin, në fakt. Që ta mbyllim këtë pjesën e vizitës së Ramës, na vendos në kurs përplasje me Bashkimin Evropian. Ne deri tani kemi shkëlqyer sa i përket, kemi pasur 1000 zeza, 1000 kritika, por gjithmonë na kanë thënë që në politikë të jashtme jeni shumë mirë, keni qenë gjithmonë 100% të linjëzuar me Bashkimin Evropian. Kam përshtypjen se ndahem me ju dhe zoti Bimo këtë ndoshta mund ta shpjegoj më mirë. Do ta kemi pas pak. Këto shpërndarje shumë të mëdha të Shqipërisë për sa i përket konceptimeve të saj për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sidomos marrëdhëniet e jashtme që shkojnë pak skiç me qëndrimet e Bashkimit Evropian. E kanë thënë ata, unë po citoj ata. Nuk besoj se progres raporte Shqipëria gjithmonë vlerësohet sa përket linjëzimit 100% me Bashkimin Evropian. Ai shikohet në politikat e përgjithshme. Luftën ndaj korrupsionit, luftën ndaj këtë antarësimin tonë e tjera. Por këto janë gjëra shumë më të thella që kam përshtypjen se japin pasojat më pas dhe burokratët e Brukselit vonojnë shumë, por nuk arrojnë shumë. E vërtet është dhe kjo dhe do duhet të shikojmë nëse do të ketë një ndryshim të tillë dhe në progres raportet që janë vlerësimet zyrtare, nota zyrtare që na japin Bashkimi Evropian. Ndrojmë temë, flasim pak për opozitën, më shumë se sa protesta, deklaratat e Berishës etj. Ti e di që unë s'kam shumë qejf të të pyes për këto. Politikisht, sa i përket kampit të opozitës, zhvillim mjaft interesant më duket përpjekja e një grupi intelektualesh për të arritur atë që vetë këta kreer të politikës shqiptare, gjithmonë opozitare, nuk ja kanë arritur dot, ndose ka pasur përpjekje të ndryshme. Pra, bërjes bashkë të forcave, subjekteve të ndryshme opozitare që të gjitha pozicionohen si kundërshtar të Edi Ramës. Dhe këtu kemi dhe të majtë dhe të djathtë. Këta thonë që ne jemi të gatshëm të flasim me të gjithë. Interesant më duk një element tjetër që Adriati Klapaj kishte pranuar duke vendosur një kusht të mos jenë kryetarët, por të ketë përfaqësi të nivelit lartë. Po e quajmë pa kryetar nivelit lartë do jenë dyshat në tryezë. Dhe që këtu fillojnë dhe lindin pikpyetjet e ndryshme. Por gjithsesi, unë dua ta mbaj të hapur pyetjen. Sa mendon se ka shpresë, ka gjas që ky grup intelektualesh me Ermal në krye t'ia dalë që të arrijë të unifikojë këtë kamp opozitar që në vetë dhe në ideologji politike duket mjaft i shpërndar? E para, nuk ka dysha në partitë tona. E para, edhe fundit, për arsyen e vetme që në qoftë se ti qosh si emisar dhe përcjell thjesht fjalët e kryetarit, nuk ka asnjë lloj fuqie. Ndërkohë që lëvizja është për të përgëzuar. E para që mundohen të rrihen ide, por në këtë kohë nuk është problem të rrihen ide. Në këtë kohë është problem që ide ti plazmosh tek njerëzit. Partia Demokratike ka shkatruar bazën. Partia Socialiste ka shkatruar bazën. Dhe po ta shikoni me kujdes, gjithçka bëhet në Tiranë. Në këtë sens, mund të mblidhen intelektual dhe në mendimin tim është mirë, edhe protestat është mirë dhe i përshëndes. Problemi vetëm është që ata duhet të insistojnë në një farë mënyre në mendimin tim, ka ardhur koha për formacione të reja dhe lufta më e madhe është që të thyet tandemi PSPD e para që të lejojnë ligjin e referendumeve, e dyta që është më e rëndësishme se kjo, të ulim pragun e përfaqësimit në parlament. Të gjitha tjerat pastaj më besoj që janë kot. Për arsyen e vetme që kur shkon në takime të këtij lloji, duhet kesh tagër dhe duhet përfaqësosh masa, sepse mund të çosh filozof atje, mund të çosh pedagogë të tjerë që elaborojnë shumë mirë, por në lëvizje të tilla të duhet që ti të përfaqësosh tagrin e masës njerëzve, se është masa e njerëzve që hedh votën dhe që bën ndryshimin. Por është gjë e mirë që po mblidhen, është gjë e mirë që po rrajnë ide, dhe është mirë të paktën që të shikojnë realitetin e tyre. Deri tani nuk e shikojnë realitetin e tyre, përderisa ju e dini,
kryetarët e partive nuk lëvizin. Nuk lëviz Partia Republikane, nuk lëviz Partia Demokratike, Partia të Drejtave të Njeriut, Partia Gjelbër, konservatorët, me radhë. Problemi kryesor i së djathtas nuk është mungesa e bashkimit, por mungesa e transformimit, shkruan te Roland Lami. Duket sikur këtu. Po, Landi njeh shumë mirë, domethënë pjesën e antropologjisë politike, po them edhe një herë, duhet shkosh tek njerëzit. Në qoftë se nuk shkon ke njerëzit, në qoftë se njerëzit nuk të identifikojnë me veten, në qoftë se ti nuk ja u bën të ardhmen ose të themi realitetin ashtu siç ata do të dëshironin të ishte, po thuaj se është diçka që ti thjesht e mban në lëvizje zotin Rama. Është dhe i caku i 10 shkurtit që do të shikojnë protestën e Partisë Demokratike, dhe dën nga dalë zoti Rama po bën vitin çështja Balluku që mund ta përmbyste me çfarë po shikojmë, do sfumohet me procedura, dhe kështu do na kapi dhe viti 2, dhe viti 3, dhe viti 4, kur reformën zgjedhore do bëj prapë Partia Socialiste me Partinë Demokratike. Përmendem nevojën për një formacion të ri, dhe nuk e di tani nëse flasim për, dhe kjo është pyetja fundit që kam për ty. Nëse flasim për formacione, ke fjalën për një sigël partijake të re, apo formacion do të ishte një bashkim, një unifikim e gjithë tyre në një formacion të ri. Pse? Ja vetëm një sekond vetëm. Pse po ta bëj këtë pyetje? Sepse ka shumë njerëz që shikojnë këtë nis me idenë që në zgjedhjet e ardhshme kjo mund të kthehet në një parlamentare, kjo mund të kthehet në një lëvizje. Dhe gjithmonë është thënë kjo ideja që opozita duhet dalë nga emri i përveçëm i këtij kryetarit, i këtij kryetarit dhe këtij kryetarit, dhe të nxjerrë një njerëz që i përket elitës së shoqërisë, për shembull, nuk e di nëse ky mund të jetë Ermal Asimi apo mund vi dikush tjetër, që ta ketë si kandidat për kryeministër, që të ishte një figurë që respektohet nga qytetarët dhe që mund t'i bashkojë interesat e formacioneve të ndryshme, subjekteve të ndryshme. Po përsëris të njëjtën gjë. Dje ndodhi diçka me Kosovën. LDK-ja zgjodhi një teknokrat dhe e ka çuar partinë më të vjetër të Kosovës, partinë e Zotit Rugova. Themelin e demokracisë dhe institucioneve, Parti Mirëfilli e djathtë e ka çuar në fund. Dhe ata prapë vot besuan dje. Ju thoni të zgjedhësh një njeri të cilin e do njerëzit. Nuk e përcakton dot përderisa ju thash pak më përpara. Këta nuk shkojnë në bazë të njohin njerëzit. Domethënë kanë shkatruar burrimin nga ku njerëzit mund të plazmojnë idetë e tyre, që të bashkojnë idetë dhe në një farë mënyrë të dinë që Indriti është njeriu që mund ta marrë, Filani është njeriu që mund ta bëjë. Dhe në këtë sens, ka ardhur koha për aty që u thash pak më përpara. Në vend të partive, të lëvizjeve politike, kjo po ndodh në gjithë lindjen. Partitë politike po fillojnë të bjeren. Partia Socialiste ne, kur të bjeret në fund mandatit të zotit Rama, do ka dhëndiset shumë më keq se sa Partia Demokratike. Dhe prandaj po them që ka ardhur kohë realisht për lëvizjet politike. Instinktivisht shumë individ këtë po e kuptojnë, sepse nuk do askush nga ata që të drejtohet nga të njëjtit personazhe. Ndërkohë që lapaj me atë djalin që u bë avokat i popullit, i humbën pikët, zotin Shabani i humbët pikët që në fillim me listat që bën. Dhe ti nuk mund nisesh nga protestën e lapajt. Po pra, nuk mund nisesh nga premisat gabuara të shkosh në objektivat qarta. Do të thënë premisat duhet të jenë tamam. Kemi mbritur në fund të minutazhit që kishim për sot. Benandoni, falenderoj shumë, ti di sa e vlerësoj bisedën me ty dhe kohën që na dedikon.